Përshëndetje profesor, mirë se keni ardhur në Solo Intervista. Çfarë mund thoni diçka për karrierën tuaj nga fillimi deri sot? Unë jam Mehmet Sallahu, jam master i trashëgimisë kulturore dhe menaxhimit në turizëm, edhe si fillestar jam historian me profesion. Punoj në Institutin e Kosovës për mbrojtjen e monumenteve, me sedinë në Prishtinë, Institutin Qendror. Fillimisht kam punuar në procesin e arsimit para vitit 1998-99, para luftës, një 8 vite e gjysmë, e më pas luftës e këtej, domthonë përmi 26 vite punoj në këtë institucion i cili mirët me trashëgimi kulturore, me monumente, të cilat e përfshin monumente që janë në tërë territorin e Republikës së Kosovës. Deri më tani kam punuar në shumë procese të këtij institucioni, për fat kam pas fatin që të studioj të lumtoj në një pjesë të madhe të territorit të Kosovës, duke u ballafaqur me të mirat e trashëgimisë tonë kulturore, e cila është e pasur e begat, sepse është pjesë e Dardanisë, e cila ka qenë si provincë dikur edhe si mbretëri ka qenë shumë e zhvilluar, edhe njët që ka qenë edhe në periudhën e paraordhës romake shumë e zhvilluar, edhe në aspektin urban e qytetërimit, edhe në të gjitha sferat ekonomike dhe tjera. Atëherë ju keni një merak të vogël për okarinën. Çfarë mund thoni për atë? Në fakt, arsyeja pse ne më shumë po bisedojmë është për fat mirë tonë, është instrumenti i okarinës. Instrumenti i okarinës për ju dhe për shikues është ky. Po. Është instrument i cili është zbuluar në vitin 1968 në fshatin Runek afër Skënderajit, gjatë gërmimeve arkeologjike. Si rezultati i këtyre gërmimeve janë gjetë shumë shtresa të periudhës së Neolitit apo të periudhës e cila daton dikon rreth 6.000-7.000 më tutje vite nga sot. Është një periudhë, mund të themi që është një periudhë e pasur në territorin e Kosovës, për fat mirë prap një ekskluzivitet, këto muaj, para 2-3 muaj është zbuluar edhe periudha e Paleolitit, në arealin afër këtij lokacioni ku është zbuluar kjo, që do të thotë se treva ku ne jetojmë është një treve shumë pasur, shumë stresore në aspektin edhe të qytetërimit, po edhe të shtresave arkeologjike të cilat bartin me vete gjurmë të civilizimit që nga ajo periudhë.